Tjetër për i punëve ma të dashura, wa tatrudu anhu ju'a. Wa tatrudu anhu ju'an, me ja hjek urin, me ja largue urin. Se njeri mundet me konë i uritën, mundet me konë ondë, nuk ka hangër, gjithë ditën, s'din ku me shkue, s'ka nanë, s'ka babë, s'ka grua, s'ka fëmi. A ka kështu në popull tonë? Ka. Hish mos di që në kom javë gjithë. Studentat, shkoni këshini, studentat janë një pjesë e tyne në raste sociale. Vjen prej Dugagjinit, prej Anamarave, prej Drenice, prej Lapit, prej Gollaku, prej atjet, prej Luginës Preshevës, prej Malsis, prej Kuksit, prej Kutadione. Edhe mund ka ra me i po, edhe ty të bjen me i po, hynë me hangër, edhe në që ka hangër. Pasull, pa mish, që është 1 euro, dikun 80 cent. Dikun 1 euro, dikun 80. Ka rastëm ka të regu këta që i kanë gjeltorët, tha vjen studenti, ose vjen studentat, a gjafilan, a ka mundësi gjys pasulli. Se gjys pasulli është 50 cent, ako disa i bjen që ato dikon. Vallaj, nuk ka student që është i rritën për gjys pasulli, a i një pasulli dhe zdi aja mush lukthin, po nuk ka. E ka raste të regojnë, ajo ka kalu pak edhe si në hajgare, po kjo për një me ka ndodhë, që vjen e lyp gjys pasulli, thot aza filan, a bon gjys pasulli, po veç moshe pak ma mire, den, po pak ma mire është pasulli plot. Po a i vjen, do me thonë, e lyp gjys pasulli, po, do me thonë, pare ti ka për gjys pasulli, a mund se shqeti pak ma shumë. E që, shko shqej që ata? 30 pasullar, muj 30 euro bojnë. Nuk janë shumë vallaj, se na, kur po dalim dreka, ndarë, kur s'po jetë në 20-30 euro, po shkon edhe 50 euro. Po s'po na bjen men, hish me thonë, tash, a o hargjit në 50, po, hajti për i lëhme dhe klinë një 20-30 për shto.